Nëse humbet emaneti, pritet kiameti. Ka humb emaneti. Fjala emanet sot ka ngel flusk sapuni në ajër. Amo me jetu me te. Amo me jadhon me dhe erujt këtë emanet si kur duhet dhe si kur e meriton. Mos lasin pa rrulla bosh, se të regojnë faktet, të regojnë aktualiteti, të regojnë gjendja, situata, veprat tona, qenjit tona. Mi bo vetës e më qefin ka, vallojme. Qa e mani, sa të dërsh, i premto tiri, sa të dërsh këtë dera, jo thotë usdi gjo. Kjo është emaneti, unë emaneti. Merë përsi për gjonat lahtashme, sa të dërsh këtë dera, Allah, së mujta me për, mëse merë përsi për Allah, për kjo është unë emaneti. Merë përsi për çështje madhore të ummetit dhe popullit dhe të publikut. Gjitha i hedhë mas shpine. Ai që afori e momentit. Që të thush sa? Që jemi në situatë që kur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë sot këtë hadith. Si thoti tashmi Zotit alaihi salatu wassalam, nëse humbet emaneti, pritet kiameti. Shenjë prej shenjave, vërtet me fjalë që kiameti është afër. Sot në rang global botëror, fjala emanet është dytësore, tretësore, s'ka emanet. Duke fillu ke parit e parive deri tek fundi, s'ka. Edhe një kujdestar ose një punojës i thjesht munohet si ta bojë diçka që ta shumtohë se ta prishi këtë imazh emaneti. Atëherë, si mund thomi që ku ka gjen emanet turp, vallaj. Atëherë prit një kiametin dhe mos drejtoni gishta nga tjerë, nga vetja. Jemi shkak që ne e parafrem kiametin dhe e parashpejtojmë çdo ditë, çdo natë, me veprat tona. Me këtë që Resulullah sallallahu alaihi wasallam na ka paralajmëruar.